Një zjarr I përmasave tepër të mëdha ka përfshirë kompleksin e pallateve Arlis pranë zonës së ish farmacisë nr. 10 në Tiranë. Flakët janë përhapur me shpejtësi duke djegur pothuajse të gjithë fasadën e një prej pallateve të kompleksit në zonën pranë QSUT-s, teksa dyshohet që zjarri të ketë nisur nga një shkëndij brenda magazinës së një marketi. Në kushte të vështira, prej disa orësh zjarfikësit luftuan për të vënë në kontroll flakët e zjarrit, ndërsa në ndihmë të tyre kanë ardhur edhe 2 helikopterë të ushtrisë që kanë tentuar të shuajnë flakët nga ajri. Forcat zjarfikëse dhe ato të policisë kanë ndërhyrë mes flakëve për të evakuuar qytetarët që kishin ngecur brenda godinës që digjej. Sipas raportimeve, 11 persona janë dërguar drejt spitalit nga asfiksia. Mesohet se 7 prej tyre janë banor të pallatit dhe 4 të tjerë zjarfikës. Nga vendngjarja, drejtori I përgjithshëm I zjarfikësisë Arben Cara ka deklaruar se zjarri ka qenë I përmasave tepër të mëdha, teksa kompleksi ishte përfshirë nga flakët nga kati I parë tek I fundit. Cara tha se puna e zjarfikësve ishte e vështirë, pasi kishte disa vatra zjarri aktive në brendësi të kompleksit. Ndërkohë drejtori I policisë së shtetit Skënder Itaj deklaroi se ende nuk mund të flitej për një bilanc, por dëmet e shkaktuara nga ky zjarr ishin kolosale. Punohet me gjitha drejtimet për të lokalizuar vatrat e zjarrit që ndodhet brenda banesave. Nuk mund të flasim për sa apartamente janë shkëmbuar, pasi do bëhet një bilanc më vonë, por mund të themi që zjarri ka përfshirë të gjithë seksionin nga veri lindja, nga kati parë deri në katin e fundit. Tani akoma s'kemi bërë bilancin përfundimtar të gjithë pasojave që mund të ketë nëse do ketë tjera. Në përfundim të bilancit, do përfundimtar ku të kontrollojmë gjithë ambientet pas fikjes zjarrit, do u bëjmë dije sërish. Shefi urgjencës së QSUT-s, Skënder Brataj, ka raportuar se të 11 personat e dërguar në spital janë jashtë rrezikut për jetën, ndërsa vetëm një prej tyre është shtruar me djegje në masën 15%. Kanë shkuar 5 gjithsej tek djegje plastike, nga të cilët një shtruar dhe 4 janë mjekor, janë kthyer në banesë. I vetëm personi shtruar që ka djegje rreth 15%, është jashtë rrezikut për jetën, se 15% nuk është djegje në shtëpi. Në këtë moment nuk kemi asnjë kod të kuq ose rrezik për jetën për pacientët që janë. Kjo ngjarje ka treguar edhe një herë se si në Tiranë është ndërtuar pas një lloj kriteri, teksa zjarfikësit kanë patur vështirësi për të hyrë në kompleks për shkak të numrit të madh të pallateve të ndërtuar ngjitur me njëri tjetrin, ndërsa flakët e zjarrit vazhdonin të shkrumbonin apartamentet. Banorët ishin mbledhur poshtë kompleksit, duke parë me dëshpërim atë që po ndodhte.